نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا حبيبه ورسوله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur, shumë të nderuar, xhamatli të respektuar, ne së bashku me ju e falenderojmë Allahun në këtë ditë bekuar, e cila është dita e gjuma, dita më vlerë tek Allahu, dita ku na ka ftu për të falenderu, për të madhuru, për të lavdru emrin e tij, edhe për të kërku bashk që ta kryjmë këtë obligim. Prandaj ardhja juaj e gëzon Allahun, i gëzon melekët e tij, pa fije dyshimi, më gëzon edhe mu, se pa ju në këtu s'kisha mujt me hyp dhe kujt mi ligjeru. Prandaj zbashku ne jemi në një mekam. Ajo mekam është pozit tek Allahu, për cilën e kemi obligim me kry këtë detyrë. Këshilla e kësaj gjumas e kom mendu çka më ju thonë, se kështu Zoti na ka obligu, duke pas parasysh rrethonat cilat po ecë vendi jon, por madje e gjithë bota në një kaos është duke vlu, e kom vendos disa fjali juve me jo prezentu. Por vëmendja e cila buron prej shpirtit edhe prej zemrës është e kërkuar këtu me qëndru. Aja është prej asnjë vepre të mirë, kur mos i bjerë pishman. Mos i bjerë pishman, pse je i udhëzum. Pse tjetërit na është a jetësim pak punë ma mirë, s'është i udhëzum. E ti thua edhe me pas provu që atë rrugën është edhe mu ma mirë ma kishqit, se sa këtë hëgjën që kom ngu. Ose se sa mësimeve të Allahut ju kom në nështru, se shejtoni që të punë e ka. Me mujta e nuk të len me i në udhëzim, por nëse i ke pështu, e ke ik, e ke nëzonë flejt, dreqen e malkume dhe i ke ik, prej blokodës që ta ka vënu, a i mënu dhe të synin alo e ka qysh prej udhëzimit me të largu. Mësë harani këta. A i ka dy metodologji të veçanta. Metodologjin e ka të parë me të bloku, mos me i, por nëse i ke ik, edhe i ke te i kalu kurthës ti, a i mënu të konë mërana të këtu, a i ty me të nëzirë. Ka strategjin tjetër. E strategjia që është mënu të me nëzirë për këtuit, është shtin me shtrëngu senet. Shtrëngoj senet, edhe bëhu sa ma radikalist, bëhu sa ma ekstremist, dikur kanë thonë plesht, mos e shtrëngoj shumë se këputët, edhe për me këputët, edhe vetë u fejat qetë, se nuk e duron Islami zullumin, qoftë tu e shtrëngu, apo tu e shliru. Vete ti, munahu sa ma shumë, me kon i përkushtum rrugën e Allahut, amon publik, kujdes, rrujen gjyrimin e këti populli. Se ky popull ka gjyrimin e vetë. Ky popull e ka identitetin e vetë. Kur mos i bjerë pishman pse i keni mu qëkës. Kur mos i bjerë pishman që ke luftu për u që ka kundër shkije. Kur? Derin kiamet. Edhe pse rrethonat jenë kriju e jenë duke u kriju që me pas frik ti që ke marrë pjesë. Ti që i ke thonë ati dreqit larën për i Karpateve, këto është shqiptari. Ti që i keni muë, ke dhënë buke, ke dhënë uje, ke plague, je varrue, e ke bajt arme, mos i bjerë pishmar. Edhe pse nuk të njifët statusit, edhe pse nuk të respektohet veni dhe pozita jote, ka kush e vlerësan. Është një zot që e vlerësan, që cilë na duhet jemi falenderus këti Allahu tonë. Edhe bëni të bindur se Allahu Gjelle Gjelaluhu i kryen heroizmat pa prite pa kujtu.
Unë më i mirësjell shembuj shumë. Qysh I ka kriju heroizmat? Na shumë kena një histori të popullit tonë. Ju I dini që unë jam I pasionum pas historisë kombit tonë. Se është histori me plot ngjyrim, karakter fetar, karakter burnor, të atyne lukeve të plegjeve tonë që na kanë rritë me halal. Aty e gjenë frymëzimin, aty e gjenë mësimin e Kur'anit, aty e gjenë udhëzimin e dinit. Wallahi l'adhim, unë falenderoj Zotin një shumë histori edhe të Islamit, edhe të sahabeve, të tabiinëve. Madje kom kry shkollë për këtë punë, jam notu për këtë punë. Edhe si Allah dorën asnjënit prej kolegëve për këtë punë. Pse? Pse Allah më ka dhënë bamendjen. I një krejt. Mo vllazën kur ti shfletosh historitë e heroizmave të kombit tonë, e të burneshave, e të lukeve, çka kanë bë burra e gra, pleq e ploka, që se ti me ardhe me ndreq këtë xhami, edhe me u falë shlirë, edhe me të dogë vetja që je midis Stambollit e je midis Shqipolit, boj bindur I dashur im se duhesh ti jesh krenar, mos I bërë pishman pse nuk vlerësohet mundi edhe sakrifica jote. Se edhe Musës a.s. nuk ju ka vlerësu mundi dhe sakrifica, sa shfjallë të ti Zotin surën El-Bekare, në fillim të surës e ki tregimin e lupës, e për shkak që ati tregimi e ka marrë edhe në surën e surja El-Bekare, edhe aty e gjenë fund, ati që e kanë pështet për muri Benu Israelt, Musën a.s. Sa që fund I ka qudur, ka thonë, që të fjallë Zoti I ka shkru në Kur'an, edhe ne I lexojmë, I ka zbrit, thotë Allahumma inni e'udhu bike min al-qawmi al-jahilin. O Zot, mbrojë prej popullit ignorant. A din kush është populli ignorant? Nuk është populli ignorant ai që di me shkruar, ai që s'di me shkruar dhe me lexu. Popull ignorant është ai I cili nuk din heroizmin me vlerësu. Popull ignorant është ai I cili rancit I thot bravo të kohë sa mirë po më ranë ty halo ku me të fillu me të besu. Halo ku me mua masteje, që ai është popull ignorant. Ai popull ignorant është ai popull I cili heroizmin e vetë e shkil, edhe munohet historinë e çufarit me besu, a historinë e vetë që vetë ka përjetu, thot jo në është asu konë qështë. Këti veti për qëtë. Ja këta I qesin për veti. Do na I qesin për veti, e dreqi që e lullon, aty në të mira. Që shfarë një velit ka prun dreqi, që është lumë me ty. Allahu në udhëzoft. Edhe në këthjeluf të mendje në vllazën. Veprat flasin. Deklaratat nuk kanë havë. A do si ta obligu fërën, e për njëherë bjen shkuva atyne. Që se jek për shporeti, ta sakatan. Për këtë arsye, xhamati dashur, kjo përësi, kjo hutbe, e ka qëllimin, vlerësani mundin, gjakun, sakrificën, angazhimin, frymëzimin, ku e gjetën këta burra? Ku e gjetën këta burra? Ku është? Nuk ka tjetër. Përveç se ishin të bindur në atë që ishte I bindur I dashuri I Allahut Muhammedi alayhi salatu selam. Na, a jena të bindur në rrugën e Allahut, a jemi të gatshëm që ta mbrojmë këto të cilën e kena fitu me gjak e me mund e me ndjerës, që ta ruajmë si sytë e ballit të freskët për gjeneratat të cilat do të vinë gjenerat pas gjenerate deri në ditën e kiametit, mbetet më u pa sa na jemi falenderus edhe sa jemi ata të cilët nuk e vlerësojmë nimetin e Allahut. Kërkojmë prej vëllezërve tanë, qofshin ata rezident banor, apo ata që në kanë ardhë që në vllazën e bija tona, e që kanë zbukuru rrugët e Kosovës. Keni kujdes se me plot kuptimin e fjalës, aksidentet dhe vdekje prurse janë enorm për 10 janë të mbytur. E sot lëndum, e sot sakatum, e sot vëram, e sot vrasjen tentativ. Vllazën
ju thras mendjes t'juj. Inshallah, Allahu te baraka u taala na kthjell e na lehtëson edhe na I bashkon zemrat tona edhe na mundëson, ja Allah që po t'lutna prej këtij minberit bekuar që historia jon që mos tjetërsohet. 3 sene mos e harroni. Mos hekni dorë për dinit dhe për imanit. Kur ky popull e ka farz imperativ me rujt dinin dhe imanin. Shahadetin. E dyta, mos folni keq për UÇK-n. Mos u bëni pjesë asoj armatët Facebookave dreqet, që folin zi e tërë, tuto kompleto e kanë kuzhinën Belgrad dhe në Musk, të përkthyme në Shqip. Të lutëna, për hir të Allahut, historia UÇK-s është e po si luti I nonës kur konë pse s'munët me rahatu fëmin e vetë në djetë. Leni këto prolla të këtyne të rësoj serbëve që munohen me trumbetu edhe me ndru. Edhe treta, ma shumë rahmet. Ma shumë rahmet. Dune që I shujnë ma shumë. Respektane ma shumë. Nerane ma shumë. Afranu ma shumë. Gëzohuni për njëri tjetrin ma shumë. Mos u gëzoni kur ati nuk e puna mirë. Na, si kur në gjenetike kena. E nëse është e vërtet, Allahu na e largoft edhe na e ndroft. Shumë kena qef mi po tjertë keq të I pos punë. Ose nuk dina me motë suksesin. Po kalëzën një student edhe që tope përfundaj. Tha, mësova gati deri para sabahit. Para se më hi vakti sabahit, më nëzoni gjumi. Erdhe lëkja më tha, u birë, që me falë sabahin. E që me falë sabahin. E që me falë sabahin. E që me falë sabahin, kush tha që mu isha mu qu s'kesh. Edhe tha më la. Kur erë vakti, tha me shku në shkull, për shka kisha provim, sor lëkja tha mu më thirë. Kur që në tha, kish kajlu provimi e krejt. Pi tham, ojnam, e që shtu më ke thirë për provim. Hajtë birë, tha, po që ke hu, tha, provimi në ahiretit. Sen zë dëvim, tha, provimi I kësaj dyja e. Masi, që ka vlerësu. Shikoj që ka vlerësu. Mu po me intereson vlerësimi lëkës. Nuk për kalëzë që I mirë ka bëhet, është dikush me po qëre hu e gja, është kundre shkullë, leja. Mu po me intereson vlerësimi lëkës. Aja ka vlerësu se nëse ti, si ki punë të mirë me Allahin, nuk të vinë suksesin shkullë. Këtu ecin shahur, sa zingjini u bo fukare, du të mja zgo dore, nësa fukare u bo zingjin, ma mirë ju dini këto historia se unë. Suksesi më I madh në këtë dunja, edhe në akhirat është, me mujtë me gëzu Zotin, ati ko shumë falë. E Zoti gëzohet shumë kalaj. Nuk ka sen më të letë në këtë dunja, se me gëzu Allahun, ati ko shumë falë. Vesh tja po dënë. Vesh tja po dënë. Inshallah na mundson Allahu dhul Gjelal. Petriti del atje në postoqi, mos pritoni me dhomë, mos pritoni me animu, mos pritoni burqin bashkë me largu, edhe me asgjësu, e pikti minberi atyne ziliqarve, edhe atyne munafikave që më kishin sy, e munuhin grupër më thanej, më boju bëj selam, që pasha Allahum Gjelle Gjelaluhu, që theke bacimet, rahmeti po shpirti, dosti kësoj gjamije, edhe njeri më I veçantë, me ibadet si bacimet, halo sytë e mi nuk kam po, njeri ma vizionar, edhe shkencën e ka pas, edhe dinin e ka pas, edhe dashnin ndaj vatonit, edhe ndaj imanit, ndaj Kur'anit, tanat I ka pas, Zot e ka vequat, inshallah në gjennet Allah e kënoq, ja Rabbel Alemin, theke, ka pas rast edhe kur po t'i dhënojnë dë, thuju atyne, o runu se javë qej Zotin, o ruju se javë qej Zotin, edhe unë për I thamë, nalën e pak perajken, se e arqej Allah. E ju bën Allah I rezil. Po së të qine qesëm, I vazhdojmë punët e tona, sotin në një muft. Pace, dashni, respekt e afërsi. Elhamdulillah o Zot për këto mundësi. Elhamdulillahi wahda, والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Dy fjali ka salavate, dy fjali. Kema sallejt o kema barekt. Veç ka thonë pejgamberi a.s. Ai cilin dit gjumoje, një herë thët, qërë një herë thët, ka thonë e kini selamin prej meje. Allahu edhe të gjunohe ja urzan, edhe të sevape ja pranën, edhe sa 10 pash ofër Allahut, Allahu haloma ofër ju afran. Inshallah Allahu kabul në e pan. Zoti thët me Kur'an, wala tehinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësa, mos u ligështa, se beli vallah, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Pe komentoj para se me zbrit, e artone i kametin me thirë, vallahi, bëllë të mirë gjamin e kena bo. Edhe basha zotin, unë s'po di që shmi arsitu aty një që për jeni noti. Po s'kena që mi u bonë se Allahin e ka dhonë, kësë është me të thome, po është me të dhone. Thuni elhamdulillahi a rabbil alamin.